Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit, jemi në pritje të protestës radhës kombëtare, 24 janar, ora 17:00, opozita ka thirrur qytetarët në protest. Keni dëgjuar thirrje të njëpasnjëshme gjatë ditëve të fundit qoftë nga kreu i Partisë Demokratike Berisha, i cili akuzon kryeministrin dhe fton qytetarët për dëbimin e tij nga zyrat, por natyrisht edhe forcat të tjera opozitare si Partia e Lirisë nëpërmjet sekretarit përgjithshëm Tedi Blushi, duke e cilësuar narkoregjim, edhe ai ka ftuar qytetarët në këtë ditë që e cilëson ditën e revoltës dhe zemërimit. Për të diskutuar për protestën e sotme, po jo vetëm, lejoni të prezantoj të ftuarën e sotme, është zonja Jasmira Memelli, zëdhënëse e kryetarit të Partisë Lirisë Ilir Meta, por edhe antare kryesie. Përshëndetje. Mirë se vini, Memelli. Mirë se u gjeta. Dita e revoltës edhe e zemërimit, durimit të qytetarëve i ka ardhur fundi, po citoj deklarata e sotme e Blushit. Për çfarë ju ka ardhur fundi durimit qytetarëve? Problematikat më kryesore do të nënvizoni cilat? Mendoj se, por është fakt që në Shqipëri dita ditës në shfaqen problematika të reja, skandale të reja, afera korruptive të reja, dhe praktikisht edhe me të gjitha situatat që kanë ndodhur kohët e fundit, besoj se të gjithë qytetarëve shqiptar ju ka sosur durimi. Ju ka sosur durimi sepse janë ata që i ndjejnë, jetojnë të gjitha vështirësitë dhe të gjitha pasojat e keqqeverisjes të këtij narkoregjimi, siç ne e cilësojmë. Është keq menaxhim, është keq qeverisje, është praktikisht një mosdashje e vendit nga ata që na drejtojnë. Përse e them këtë? Sepse pam situatat e fundit nga përmbytjet dhe asnjë nga qeveritarët nuk doli dhe të jepte një arsyetim konkret, apo të merreshin masa, apo të bënin një vlerësim konkret të gjithë dëmeve që u shkaktuan dhe të dëmshpërbleshin ata qytetarë që edhe sot e kësaj dite janë jashtë, sepse shtëpiat e tyre janë praktikisht të pabanueshme. Janë pikërisht këto lloj situatash që të çojnë në konkluzionin se kjo qeveri nuk e do, është antikombëtare, nuk e do vendin e vet. Dhe qytetarëve shqiptarë realisht ju është sosur durimi duke dëgjuar hajdutëri, korrupsion, mos menaxhim të situatave, keq qeverisje, dhe praktikisht nuk duan më që të udhëhiqen nga këta qeveritarë që ne sot kemi në pushtet. Prandaj edhe duke marrë shkas nga emisioni, unë dua t'ju bëj edhe një thirrje të fundit të gjithë atyre që e kanë me mëdyshje për të qenë sot në protest, apo të gjithë atyre që praktikisht po e them në thonjza kanë frikë që të jenë në protest. Po edhe pathojza, Memelli, edhe pathojza, se ka sens edhe pathojza. Absolutisht po. Të jenë sot dhe të ngrinë zërin për të drejtat e tyre, sepse janë të drejta legjitime të qytetarëve shqiptar, të gjitha ato që ne sot kërkojmë. Është detyrë e qeverisë që t'ju përgjigjet dhe t'ju shërbej qytetarëve për t'ju siguruar një jetesë dinjitoze në vendin e tyre. Gjë që këtu nuk ndodh. Gjë që këtu nuk ka ndodhur, nuk ndodhen, nëse vazhdohet me këtë lloj regjimi, nuk ka as për të ndodhur. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë, atyre që janë të lirë, atyre që e ndjejnë se nuk duhet më të pranohet ky lloj narkoregjimi që ne sot po na drejton, të jenë sot në shesh. Duke u referuar sërish deklaratës Blushit, po jo vetëm, edhe eksponentë të tjerë të opozitës, flasim për një moment të rëndësishëm pikëkthese historike. Çfarë pritshmërish keni nga protesta e sotme kombëtare, dhe nëse mund të flasim edhe për pritshmëritë
që kanë qytetarët pjesëmarrës. Kjo protest është në vazhdën e të gjithë çfarë opozita ka ndërmarrë deri tani, aksionit opozitar. Vjen mbas protestës së 22 dhjetorit, vjen mbas foltoreve që ne bëjmë çdo të hënë, që është kuvendi i deputetëve dhe i qytetarëve, është protesta e sotme. Është një protestë që mund ta quajmë pikë kthese sepse realisht ka ardhur fundi. Kjo qeveri de jure dhe de facto ka rënë. Dhe thjesht ne duhet të jemi aty për t'i dhënë zë edhe më fort. Kur thoni dhe de jure, ndjes me Melli, çfarë keni parasysh? De jure dhe de facto? Nga të gjitha ato çfarë ne kemi parë deri më sot, se si këta që na drejtojnë po sillen me vendin e tyre dhe me qytetarët shqiptar, apo me të gjitha aferrat korruptive që atyre ju kanë dalë, apo me të gjithë hajdutërinë që ata po i bëjnë këtij vendi, kjo qeveri nuk e ka më legitimitetin as politik dhe as moral për të udhëhequr vendin. Dhe prandaj ne themi që kjo qeveri ka rënë, thjesht ne do jemi aty për t'i dhënë dorën e fundit. I dëgjova në komunikimet në seancën e fundit plenare, Rama qëndron në zyrë, të shtunën do të vinë qytetarët, a do të kishte ndryshim në gjykimin tuaj për qytetarët pjesëmarrës në protest, fakti që Rama është apo nuk është në zyrë fizikisht flas? Nuk besoj se Rama do të ishte në zyrë, sepse nuk besoj se do ta merrte atë lloj hapi për të ardhur në zyrë duke patur një numër aq të madh qytetarësh në shesh të pakënaqur nga qeverisja e vet. Kështu që e dyshoj. Rama ka frikë nga protestat e opozitës? Rama ka frikë nga sovrani, i trembet sovranit. Dhe qytetarët, numri i madh i qytetarëve që do jenë sot në shesh, ashtu edhe siç ishin në protestën e parë, dhe këtu nuk po flasim për foltoret, por për protestat, kryeministri i vendit i trembet revoltës qytetare. Me Melli, kemi dëgjuar komunikime të shumta sot, kryesisht nga Partia Demokratike, natyrisht është forca më e madhe opozitare, janë nisur kaq qytetar nga ky qytet, nga ai qytet. Nëse flasim për organizimin që bën Partia e Lirisë sa i takon protestës së sotme kombëtare, çfarë mund të themi më tepër? Të gjitha strukturat e Partisë Lirisë, si në kryeqytet, ashtu edhe në rrethe, janë në këmbë, janë të mirë organizuar për të qenë prezent në protestën e sotme në shesh, janë rrugës, ashtu si kundërshton edhe nga Partia Demokratike, nga të gjithë rrethet, nga të gjithë qytetet e Shqipërisë, nga të gjithë fshatrat, janë nisur qytetarët që vërtet duan që të mos vazhdoj më kjo lloj qeverisje që ne kemi. Me Melli, deri tani nga komunikimet që mund të keni patur me dek të caktuara të Partisë së Lirisë, ka pasur pengesa artificiale të qytetarëve për të mbërritur në Tiranë, flasim gjithmonë të qytetarëve të rretheve. Pra nuk keni asnjë raportim. Nuk ka raportime të tilla. Nuk besoj se edhe policia e shtetit do ndërmerte një akt të tillë, sepse pastaj është cënimi të drejtave të qytetarëve për të mos i lënë. Ka ndodhur absolutisht, patjetër që ka ndodhur, por nuk besoj më se edhe policia e shtetit do ndërmerte, sidomos në këtë rast, një hap të tillë, që të pengonte qytetarët të vinin të protestonin për të drejtat e tyre. Këtë radhë si është konceptuar protesta, apo mbetet sekret deri në momentin e... Mbetet për të parë se si do vazhdoj, nuk mund të them që është ky lloj plani konkret apo ky. Fillimi është që në orën 5 të gjithë do jemi në shesh, pastaj vazhdimi mbetet për të parë. Mbetet në dorë të qytetarëve. Mbetet në dorë të qytetarëve. Ndërkohë kur dëgjoja Ramën nga salla e parlamentit që thoshte kur ju më cilësoni Rama Duro, unë e dëgjoj Rama Duro,
mendoja durimin e qytetarëve. Tani jeni edhe ju forcat opozitare që jo rrallëherë i ftoni në shesh qytetarët dhe pastaj thoni duroni se edhe foltoren e sot me mbaruam, edhe protestën të sot me kombëtare mbaruam. Pra si ndajmë këto të dyja? Do duroj Rama duro apo qytetar duro? Qytetarët nuk kanë më durim. Dhe protesta e sotme do ta tregoj këtë gjë. Përsa i përket kryeministrit të vendit, nuk besoj se e ka më legitimitetin për të folur për qytetarët apo për Shqipërinë. Sepse në qoftë se do fliste për qytetarët dhe për Shqipërinë, do duhet të fliste për të gjitha ato akuza që sot rëndojnë mbi zëvendësen e tij, zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Sot do duhet të fliste për përgjegjësitë që duhet të mbajnë të gjithë ata zyrtarë që janë të përfshirë në për aferrat korruptive dhe që nuk është marrë asnjë mas ndaj tyre. Sot do duhet të fliste për shëndetësinë që një moment i blackouti i ke të dritë dhe spitali ngeli pa drita dhe pacientët ishin të gjithë në alarm dhe të gjithë duke u transferuar. Sot do duhet të fliste për arsimin, për cilësinë e arsimit, për të gjithë ata prindër, ato familje që sot marrin rrugët e emigrimit për të siguruar fëmijëve të tyre një arsim cilësor. Sot do duhet të fliste për të gjithë ata fermerë që dalin, ata pak fermerë që kanë ngelur faktikisht dhe që dalin e kërkojnë të drejtat e tyre pasi nuk kanë treg ku të shesin prodhimet e tyre. Sot do duhet të fliste për ata pensionistë që i ka lënë me pension mizerabel. Pra sot kryeministri nuk duhet të fliste për durimin që ai ka dhe se si ai dëgjon se si thuhet fjala Rama duro, por duhet të fliste për të gjitha këto problematika që sot rëndojnë mbi vendin tonë, që sot rëndojnë mbi Shqipërinë, dhe që i bëjnë shqiptarët të marrin rrugët dhe të ikin në vendet e Bashkimit Evropian për të siguruar jetesën për vete, për familjet e tyre, po edhe për të mbajtur familjarë që i lënë në Shqipëri sepse nuk dalin dot muaj. Sot kryeministri do duhet të dilte dhe të fliste për çmimet e apartamenteve, do duhet të fliste për çmimet e ushqimeve bazë, për çmimet e shportës që kanë vajtur në stratosferë. Dhe mos mbulohet me atë fjalim të pa kuptim që ka mbajtur në parlament, duke thënë unë e dëgjoj Rama duro. Sepse duron Rama, por nuk duron populli shqiptar. Ka shkuar, ja është përtej limiteve, kjo që po ndodh në Shqipëri. Është përtej çdo limiti. Memeli, ndërkohë kreu i Partisë Lirisë, Ilir Meta, vijon ende në Burg, vjojnë seansat në ngarkim të tij, ka patur komunikimet her pas hershme nga përfaqësuesit e tij ligjor, për gjithçka nuk shkon parë nga ana juridike. Ju si zëdhënësja e kryetarit Partisë së Lirisë, çfarë mund të keni për të thënë? Para pak ditësh patëm një konferencë të mbrojtësve ligjor të presidentit Partisë Lirisë, zotit Ilir Meta, ku shpjeguan në detaje të gjitha çfarë pretendohet se ka dosja dhe se çfarë realisht ka ajo dosje. Po, në datën 29 janar mbahet seanca tjetër paraprake presidentit Partisë Lirisë. Po shumë seanca paraprake u bën me Melli. Janë shtyrë për arsye të ndryshme seancat paraprake, kishte... Do thyej dhe rekordin e Berishës me sa shohim? Dihet që presidenti i Partisë të Lirisë, zoti Ilir Meta, mbahet në paraburgim pas një provë dhe pas një fakt. Nuk ka asnjë provë penale që rëndon mbi zotin Meta. Është de facto i burgosur politik, sepse nuk mund të mbash një ish president, një ish kryeministër dhe një ish kryetar kuvendi në paraburgim pas një provë dhe pas një fakt, dhe në momentin dhe është presidenti i forcës së dytë opozitare më të madhe në vend. Prandaj është de facto i burgosur politik, i burgosur i këtij regjimi që ne do bëjmë të pamundurën
për t'i dhënë fund ditëve të qeverisë së tij. Si është Partia e Lirisë pa Ilir Metën? Fizikisht aty? Fizikisht po, por ne kemi presidentin e partisë. A keni komunikime, keni patur pengesa për të folur me... Ashtu se kundër ishte edhe raporti i avokatit të popullit, para pak kohësh. Zotit Meta i janë refuzuar takimet, nuk lejohet që të takohet me deputet, nuk lejohet që të takohet me eurodeputet, nuk lejohet që të takohet me antartë kryesisë apo simpatizant të Partisë të Lirisë. Edhe telefonatat i ka të limituara, por përpos pavarësisht gjitha këtyre, presidentin ja drejton shumë mirë. Qartë. Tani, nga njëra anë është kreu i partisë suaj në Burg, nga ana tjetër është spaku me njësër akuzash tashmë edhe në kampin e Partisë Socialiste. Cili është qëndrimi zyrtar që ka partia juaj sa i takon institucioneve të drejtësisë? Sot nuk protestoj vetëm për korrupsionin që ka kjo qeveri, por sot protestohet edhe për kapjen e shtetit. Çdo institucion, mendoj në Shqipëri, sot është i kapur. Është i kapur. Deri në momentin që ne kemi një zëvendës kryeministre me akuza të qarta nga SPAK, me kërkesë të prokurorisë së posaçme për heqjen e mandatit, dhe shohim një kryeministër, një kryetar kuvendi që me çdo kusht mundohen që ta mbrojnë, mundohen që ta mbulojnë dhe mundohen që ta mbajnë ende në detyrë pavarësisht akuzave që rëndojnë mbi zëvendës kryeministre. Dhe kjo në gjykimin tim është një normalizim i situatës që ata bëjnë. Dhe kemi presidentin e Partisë së Lirisë që nuk ka absolutisht asnjë provë penale për të qenë në izolim ekstrem ashtu siç ai është sot. Pra, kemi një drejtësi me dy standarde, kemi një drejtësi të kapur, që vetëm drejtësi nuk mund t'i themi. Qartë. Melli, diktaturat nuk shemben me vot, pastaj natyrisht në të drejtën e saj opozita të denoncoj çdo krim elektoral dhe të kërkoj hetimin edhe ndëshkimin e çdo krimi elektoral që shkon natyrisht në favor të votës qytetarëve, të drejtës për të votuar të qytetarëve, por një protestë kombëtare shohim të përfundoj me fjalin nuk është thyer as edhe një lule dhe presin protestën e radhës kombëtare me revolucioni paqësor apo nuk marrin pushtet me dhunë, pastaj qëndron në zyrë se sot është pika historike e kthesës. Si e kupton këtë lloj diskursi qytetarin gjykimin tuaj? Ai që vjen për të protestuar dhe e ka seriozisht rrëzimin e asaj çfarë ju e cilësoni narkoregjim? Absolutisht ne nuk kemi për protesta të dhunshme, sepse ata që janë sheshen qytetarët e këtij vendi dhe në asnjë mënyrë nuk do lejonim që të lëndojë dikush nga ata që janë aty. Unë e thash edhe pak më përpara, kjo është në vazhdën e të gjithë aksionit opozitar dhe se çfarë do ndodh sot, se çfarë qytetarët duan dhe do të bëjnë, mbetet për tu parë. Pra, ende nuk kemi asnjë skenar të zbardhur, edhe pse është diskutuar në fakt shpeshherë që për shkallëzimi i protestave, i rezistencës qytetare, ka njësër opsionesh të qëndruarit gjatë në bulevard, greva, e tjere. Mund të jetë se cili nga këto skenare që mund të ndodhë ditën e të gjitha opsionet apo të gjitha skenaret që i përmbledh një aksion opozitar mund të jetë sot në shesh. Po do na duhet presim orën 17. Do na duhet presim orën 17. Me Melli nuk po ju mbaj më gjatë, sepse edhe ju nxitoni për t'ju bashkuar protestës. Ju falenderoj për bashkëbisedimin. Faleminderit juve. Ju falenderojmë edhe ju, zonja dhe zotrin Ndoqët. Protesta, siç e tham, është në orën 17:00.